Dashur miq, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në Albuquerque TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alb. Në këtë të shtunë kemi të ftuar një tjetër shqiptare të suksesshme në Itali. Do ndalemi pikërisht në Italinë e bukur. Vajza na përshëndet në këto momente pikërisht Majlinda Çobo, digital marketing. Pra kemi një supermarse. E dashur, mirë se erdhe. Faleminderit që na prite, që të pritëm, që e pritëm njëri tjetrin. Faleminderit juve, mirë mbrëma të gjithë dhe faleminderit shumë për ftesën. Mirë mbrëma e dashur, mirë mbrëma vlonjatja ime e bukur e mirë, si gjithmonë, pa humbur kohë, Majlin, do të kisha dëshirë të ndaleshim pak minuta tek retrospektiva jote. Si do na e përshkruaje fëmirin tënde? Të themi fëmiria ime ka qenë një fëmiri me shumë ngjyra, sepse unë jam datëlindja 84. Vetëm 2 vite kemi diferencë. Po, datëlindja 84, kështu që për deri në 97-ën, fëmiria ime ka qenë e zhvilluar krejtësisht në qytetin e Vlorës. Në qytetin e bukur, magjik, bregdetar të Vlorës. Po në atë qytet fantastik, ku atje kemi lënë një pjesë të zemrës. Dhe, siç thash, kam bërë në Vlorë deri klasën e 6. Pastaj çfarë ndodhi me ty, shpirt? Në 97-ën për shkak, siç e din të gjithë shqiptarët, ndodhi një lufta civile dhe në 97-ës u detyruam të linim vendin tonë dhe të emigronim drejt Italisë. Si ishte shkputja nga Shqipëria dhe rrugtimi drejt Italisë? Nëse mund ta përshkruash, nëse mund ta kujtosh shkurtimisht. Tragjike, shumë tragjike, me të vërtet ashtu si që shikon në ekran, t'imagjino kur si thua, kur je jeton atë, sidomos kur je një vajzë e vogël as 13 vjeçe, është, do me thënë, ato udhëtimet e shpresës me të vërtet që thoni. Unë nuk se kam dashur të iki, kur kam qenë e vogël as edhe njerë, por isha detyruar. Patjetër. Bashkë me mamin e motrën time, sepse këtu në Itali na priste babai me vllajin. Që kishin e emigruar pak më parë. Kishin emigruar pak më parë. Vllai im ka emigruar që në 92-shin në Itali, koincidoi që në 96-ën i bëri vllai një vizë turistike, duhet të rinte vetëm për 3 muaj, po për shkak të trazirave që patën në Shqipëri, nuk ishte më tragete linja që të punonin për Shqipërinë. Dhe kështu që u bllokuan të gjitha. Dhe mirë, ne mbetëm aty 3 femra vetëm dhe atëherë tanë gjeni një mundësi si mund të vini këtej. Çfarë bëhet konkretisht? E gjetët mundësinë dhe udhëtuat drejt Italisë, fshinje, me Shqipërinë. Një luftarake të asaj kohe. Dhe ka qenë një udhëtim shumë i gjatë. Bajti mirë deri në brigjet e Brindizit, pastaj diku aty patëm një ca probleme sepse po na vinte Guardia di Finanza dhe pra llojet bregdetare italiane. Po, ishim gati në brigjet e Brindizit dhe ata e njinin mirë detin e tyre dhe na dritonin ne, do me thënë na thoshin ju lutem mbani majtas, sepse e njinin atë detin se si vijonte. Kurse ne bënim të kundërtën atyre që në thonin ata, derisa arritëm që ania ngeci në det, ngeci. Mos o zot. Ne mbetëm në mes të detit dhe kemi qëndruar atje nga ora, mbaj mend, ka qenë 6 mbasdite deri në orën 3 natës. Mos. Ka qenë mars, 15 marsi. Na detin e bekuar, na detin e mallkuar, nuk e di se si t'ja vendosim me emrin që shumë shqiptar kanë humbur jetën, duhet ta themi. Po, edhe ne ishim në detin të themi të bekuar, sepse udhëtimi jon, shqyqur zoti, mbritë. Krye me sukses, po. Shumë mirë, sepse si që the dhe ti, ai det mjafton të kujtojmë pak 2 javë më vonë, 2 javë më vonë fund të marsit që u bë tragjedia e Otrantos. Po shqyqur zotin, ne me fal zotit nuk ishim në... shkruar, patjetër. Se cilin nga ne e kemi të shkruar këtu në balë, fati joni është shkruar që askush nuk di ta lexoj. Mirë dashur, mbrite në Itali, mbas një kalvari të gjatë mundimesh, sakrificash, mbritet në Itali, familja u bashkua, nëna, babai, motra, vëllai, pra gjithë bashkë.
Po, më në fund u bëm... Më në fund, falenderit Zotit. Pastaj si vijoi jeta majlindës? Vijoi, fillova studimet. Fillova studimet nga kisha bërë në klasë 6 në Vlorë, kështu që vazhdova të studioja, vazhdova pastaj ekonomikun, derisa fillova studimet e mi për juridik, sepse që vogël, nuk e di, kisha patur fiksim fare. Po, duhet të isha avokate, nuk e di, duhet të mbroja njerëz zakonisht. Të mbroja njerëzit. Po, duhet të isha, nuk e di, kam parë gjithmonë, me kam ndier një gjë, dhe odha provimet, për këtë vazhdova, avash të regjistrohesha në universitet. Më përpara rinim në qendër të Italisë, sepse tani jemi spostuar pak. Në qytetin e Maceratës, unë isha regjistruar për juridik. Për të realizuar ëndrrën tënde, ëndrrën tënde disa vjeçare. Disa vjeçare, po, ndërtimet të fëmirisë, sepse ashtu e ka isha parë vetën gjithmonë, si çfarë do të bësh kur rritesh? Juriste. Avokate, gjyqtare. Kapi sepse unë duhet të mbroj njerëzit, që isha ajo imja. U regjistrova, por fatkeqësisht atë vit të regjistrimit unë fillonte universiteti në tetor, e fillova, në dhjetor morëm një lajm shumë të keq. Fatkeqësisht babai im bëri një ca kontrolle sepse nuk ndjej mirë. Dhe te skaneri i fundit që bëri doli fatkeqësisht ishte i smur me një sëmundje të keqe dhe duhet të operohej. Pastaj që aty filloi Që aty filloi një tjetër kalvar në jetën e majlindës, apo jo? Shumë i vështirë, po. Po, një kalvar. Si vijoi ky kalvar? Jo mirë në kuptim që ishte shumë i vështirë, sepse filloi operacioni. Mbas operacionit duhet të bënte kemio. Por, duke qenë se babai im ka qenë gjithmonë një person shumë i fortë, na jepte shumë kurajo. Dhe në vend të jepnin ne kurajo atij, ishte ai që na jepte kurajo ne. Imagjino sa person magjik, çfarë force, çfarë energjie. Vërtet fantastik dhe kishte një forcë shumë të madhe. Dhe na dha dhe shpresë kur nga dhjetori bëri për 6 muaj kemio, duke unë ndojtur gjithmonë në spitale, duke shoqëruar sepse kemio që të bëj donte një javë në një spital. Nuk e dinte mirë gjuhën, kështu që unë rria aty me të. Patjetër që duhet dikush që t'ishte i mirë artikuluar, i mirë informuar etj. Po. Shëndetësi, bëhet fjalë për shëndetin, duhet i kuptosh gjërat mirë. Edhe e lash ëndrrën time më njatë, sepse në atë moment. Diskutim, ishte babai, ishte prindi, ishte prioritet. Kishte prioriteti im, pastaj ai ishte idullim, ishte heroi i vajzës është babai, patjetër. Normale, raportin që unë kisha me atë, dhe deri në momentet e fundit, domethënë, unë edhe kur ikja rrugës, më sillnin motrat e vllaja, apo dhe shoqëria më sillte gjithmonë në xhiro, se unë dhe kur dilja rrugës e mbaja për dore. Sado që isha vajzë 18 vjeçe apo 20 vjeçe, unë e mbaja për dore dhe gjithë thoshin, avash se nuk ikën. Jo, unë për dore, dori afër ti, ku do ulesha, dhe duhet të isha me atë. Por na u duk sikur na u dha një shpresë deri në qershor të atij viti, të 2007, na u duk sikur të 2006, na u duk sikur na dha një shpresë, por fatkeqësisht sepse dhe nga skaneri i fundit që bëri doli që çdo gjë e kishim mundur, sëmundjen e kishim mundur, nuk dilte mas edhe një lloj shenje. Qershor kaluan fatkeqësisht unë fillova në të njëjtën kohë dhe punoja si sekretare dhe ekonomiste në zyrën e një agronomi që ishte i lidhur bashkë me një gjeometër, që merresh me shitje shtëpish dhe rregullime. Dhe unë punoja aty, jo me fatura, me që punoja. Në të njëjtën kohë erdhi prapë tetori, fillova karrierën time universitare. Kishte mbetur një vit mbas, unë mundova për të rekuperuar provimet e mia, dhe ja dola prap, derisa në janar prap pati një rënje tjetër, fatkeqësisht të sëmundjes, dhe aty e kuptuam që gjendja ishte akoma më e përkeqësuar. E aty e kuptuam që kishim nuk na dhanë shumë shpresa,
Edhe pse unë në çdo gjë shikoja, nuk e humbe asnjëherë atë shpresë, shikoj mbaja gjithmonë atë qëriun ndezur sepse thoja Zoti bën mrekullira, pse jo? Ja dolëm një herë, pse mos ja dalim prapë. Por fatkeqësisht nuk ja dolëm dot. Në dy qershor të 2007-s, fatkeqësisht ndroi jetë. Dhe sipas dëshirave të fundit ishte se donte të barimin të bëjë në Vlorë, në vendlindje. Në vendlindje afër, ai kishte motra, vëllezër aty dhe afër prindërve të vet, edhe kështu që nuk ishim dakord, por që vullneti i tij duhej pranuar. Diskutim që duhet pranuar, duhet zbatuar, kuptohet. Ne ishim të gjithë këtu, gjithë në Itali dhe nuk e kishim mundësinë që të venim aq shumë shpesh. E kam dhe ishte këtu do ishte më ndryshe, por ja plotësuam dhe e quam në Shqipëri, në Vlorë dhe në 5 qershor të 2007. Si ishte ai moment për ty e dashur? Më fal që ta bëj këtë pyetje. Besoj se ka qenë një nga momentet më tragjike. Nuk isha provuar asnjëherë një gjë të tillë. Nuk besoja se pastaj gjithë procedura, unë kisha dhe mamin, motra me vllajën, me kunatën, filluan duhet të vikthjeshin në Itali, sepse shteti italian nuk jep më shumë se 3 ditë për vaki. Do punonin, se ndryshe ishte pushim nga puna, dhe unë qëndrova në Shqipëri me mamin, por ka qenë një gjë shumë e rëndë. Si e përballove dashur, se na emocionove tani. Si e përballove, si arrite që të forcoheshe, si arrite që të ktheheshe normalitetit, nëse mund ta themi kështu se normalitet s'kishte aty, po si arrite, si e forcove veten, ku i gjete forcën, duke ditur që ti ke qenë 8 mase e lidhur me babain, që nuk ekzistonte tashmë, po babai është me ty, me mua, me gjithë secilin nga ne që e kemi humbur, është aty me ne gjithmonë, po ku e gjete forcën, si e gjete forcën, si vijove me te, ti qëndrove gjithmonë e fort, ti gjithmonë fitove, çfarë bëre? Forcën nga një emocion në tjetrin, të marshat keqe. Atë forcë besoj se më ka dhënë vetë ai, dhe më duhet të isha e fort për maman time. Sepse mama ime është një grua që unë admiroj shumë, sepse ka shumë forcë për shumë gjëra, të jep shumë kurajë, të jep shumë vullnet, po në këto gjëra është dhe normali, ku shoku jetës edhe nuk është dhe për ajo e kaloj shumë keq, e kaloj me gjendje të fikët, jo me tension të lartë që më buante. Ajo e kalon shumë keq. Edhe unë duhet të tregohesha e fort për të. Derisa bëra deri një periudhë kohe që unë besoj se tamam si i dhërim, them gjithmonë që ndoshta nuk e kam kaluar asnjëherë 100%, kuptoj që ta kesh atë, sepse s'kam pas asnjëherë mundësinë. Kisha mundësinë edhe për të qartë, kisha mundësi kur veja vetëm në Voreza, pa e ditur ajo, unë merja një taksi, e njëja sepse ai ishte një shoku babait tim, sepse normale nuk mund të vesh vetëm një femër në Voreza, po nuk je shoqëruar, gjithsesi nuk i diet asnjëherë. Dhe ai më shoqëronte dhe më priste atje, derisa unë shpresha, i kërkoja gjithmonë ndihmë atij, aman të lutem, më jep forcën që të paktën të jem unë e fortë, që të jap forcë mamas time. Vetëm për atë. Seriozisht bravo. Ja ke dalë që unë me të vërtetë përgëzoj shumë. Humbja babait është e pazëvendësueshme, humbja nënës është e pazëvendësueshme. Unë i kam provuar të dyja dhe shpirti, zemra, mendja ime e di, nuk shpjegohen, nuk ka zëvendësi me pikë mbaro, është aty. Ndoshta shumë çka, nuk mund të them gjithçka, se nuk dua të jem kaq kështu e prerë, po shumë çka mund të zëvendësohet në këtë jetë, po unë them që dashuria nënës, dashuria e babait është e pazëvendësueshme. Normal, ata t'i japin jetën. Nëse unë jam kështu për ata. Patjetër. Që mos të emocionohemi më shumë, do ndalemi këtu në këto momente, sepse unë e njoh veten shumë mirë dhe kam filluar që të njoh edhe ty nga pak, kështu që do ndalemi këtu që mos të na kap ndonjë e qarë kështu në transmetim dhe nuk dua të na ndodh, sepse na ka ndodhur dhe pastaj
hajde mere veten, hajde ka për ritmin e intervistës është shumë e vështirë, ma beso. E dashur Majlind, qëndrove me nënën në Shqipëri disa muaj, pastaj të dyja së bashku u rikthyet në Itali, çfarë bëre? Si vijoi jeta jote? U rikthyem të gjithë bashkë në Itali në shtator. Dhe jeta ime pastaj filloi me duhet të përfundoj atë çfarë unë kisha nisur. Dhe fillova prap universitetin me kokë forcin time. Ish kreti universitet aty po të priste. Aty unë fillova prap duke u munduar prap se gjithsesi kisha provime të prapambetura. Pra duhet ta sqarojmë, kishe dhënë disa provime, një mas të konsiderueshme të provimeve, por që kishin ngelur fatkeqësisht edhe disa provime të tjera. Po normale, se vitet regjistrimi kur bëhet nuk është se ndalon sepse ndalon ti. Regjistrimi vetë patjetër. Kështu që ti ndalon, por ajo unë e ndalova një herë në vitin e parë, por pa dhënë asnjë provim, kështu që kur u futa prapë në vitin e dytë duhet të rikuperoja gjithë provimet e vitit të parë. E vitit parë, kuptohet natyrshëm. Kur arrita ti rekuperoj ato, ndalova prapë në gjysmën e semestrit, sepse më ndodhi fatkeqësia. Kështu që kur u ktheva, duhet të rekuperoja edhe gjysmën e semestrit tjetër, plus provimet e vitit që ishin se normale. Por gjithsesi unë ja dola, ti rekuperoja, ja dola të ecja mirë, deri në një farë pike ku njëjta burin tim. Shqyr zoti që mbritëm të diqa e bukur e mire, e magjishme, e mrekullueshme. E zot faleminderit mbritëm këto. Si e njohe dashurinë e jetës tënde? Si e njohe? Jemi në botën e teknologjisë dhe personi më skeptik i teknologjisë atëherë sa filloi të hapej Facebooku, personi më skeptik isha unë. Unë isha e fundit të shoqeve që u regjistrova në Facebook, më sillnin në gjithë. Ti që sot punon me atë Facebook. Facebook po punoj dhe unë sot po flas me ty, po bëjmë këtë intervistë, ti imagjino një njeri kaq i rezervuar si unë, më ka ndryshuar me ndjes. Dhe në Facebook, rastësisht, njëjta burin tim, rastësisht dai nga Vlorët, dhe nga lagja e mamit tim. Do me thënë kur ri gjyshja ime, ku mamaja ime ka qenë vajzë, atje ri, ka shpinë dhe burim. Qa do thot? Nuk ktheva në lagjën e mamit. Pastaj qa u bë me ju, me ty, me juve? Pastaj burim ishte emigrant në Greqi, kështu që kishim edhe përveç të kishim këtë dashurinë distancë, që nuk e dinim nëse doja dilnim apo... Nuk e dinim nëse do funksiononte apo jo, nuk i dihe asnjëherë. U di se mënyra se si u lidhëm me njëjtjes ishte e çuditshme. Largësia, punë të veta, kishim shumë gjëra në favor, përveç se fakti që... Çfarë bëret konkretisht? Çfarë bëhet konkretisht? Ti çfarë bëre, ai çfarë bëri, ju çfarë bët, çfarë ndodhi? Për një farë periudhe, për një farë kohë, secili vazhdoi jetën e veta, ai është akoma shef kuzhine, po tani punon vend tjetër, para bënte shef në Greqi. Dhe unë vazhdoja studimet e mia në Itali, derisa unë njoj të mirë, filluan prezantimet si e kemi në shqiptarët. Përshëndetje, Majlinda këtu. Po, filluan prezantimet, po, për të bërë prezantimet, ati duhet që të vinte në Itali. Po. Unë me burin e dytë më të rëndësishëm të jetës time, që në atë moment ishte vllai im. Edhe unë njojt me atë se normale, për mua, do me thënë ajo ti ishte një gjë e rëndësishme. Pastaj njojta familje, edhe kështu pastaj vetë unë vajta pastaj në Greqi, njojtën familje. Sa e vështirë ishte për bashkëshortin që të bindej, që të linte Greqinë, sa e vështirë ishte për ty që ti ta bindje të që i të vinte në Itali? Sinqerisht, si ishte fare vështirë që e binda shumë thjesht. Ai ishte, do me thënë, gjithmonë ka qenë dakord se kanë qenë që në fillimet tona, do me thënë, unë e kam vënë përpara këtë zgjedhje në kuptimin që unë thoja gjithmonë që
kjo histori nuk do ketë në një sukses, sepse ne jemi në dy shtete të ndryshme. Unë kam jetën time këtu në Itali dhe për momentin nuk kam dërmend të transferohem, dhe ai më ka thënë gjithmonë që unë me punën që kam, nuk kam problem sepse transferohem unë ku dua shtë. Pastaj? U transferuan në Itali dhe keni realizuar një fejes martesë tradicionale italiane, apo me sa di unë keni bërë një martesë në Itali dhe një në Shqipëri? Po. Ne në fillim bëm fejesën. Fejesën e bëm në të dy palët bashkë të themi, të dy fiset bashkë që të njiheshim. Dhe pastaj në 2011 dhe në 2014 kemi bërë martesën. E kemi bërë martesën në Itali, si fillim. Dhe pastaj në Shqipëri? Dokumentesh pastaj në Shqipëri në 10 gusht të njëjtit viti u martuam dhe në Shqipëri. Bukur, me pëlqen shumë, je gjatë, lumtur, edhe ta gëzoni njëri tjetrin për jetë e motë. Pastaj Zoti ju fali 1 mrekulli, 2 mrekulli. Jo, nuk ju fali 2, ju fali 1+2. 1+2, tamam, 1+2, është shumë bukur. Tashti, na trego pak për mrekullinë e parë dhe pastaj për 2 mrekullitë e tjera. Mrekullia ime e parë quhet Manuel. Dhe ai ka lindur në 18 gusht 2015-s. Dhe nuk e di nëse ka dashuri më të madhe, ti je vetë nën. Nuk e di, kur vin fëmija në botë, do me thënë anulloj çdo gjë. Pa diskutim. Është pa diskutueshme ajo. Shikon vetëm atë. Aty i ki fokusin, aty është shpirti, aty është. Vetëm ai, vetëm ekzistonte vetëm ai, por dhe në atë moment ne fatkeqësisht patëm një fatkeqësi tjetër në familje dhe burri im ishte ndodh aty vetëm në lindjen e djalit. Pastaj ju desh të ikte për në Shqipëri, sepse edhe nënë e tij nuk ishte mirë. Një tjetër sëmundje. Tjetër sëmundje dhe të themi që ishte në ato momentet përfundimtare dhe ajo. Fatkeqësi tjetër. Një pas një. Po, dhe në fakt djalim lindi në gusht dhe në nëndorë. Dhe nëna dhe ndjera, pra nëna e bashkëshortit tënd, gjyshja nuk e ka parë dot nipin apo jo? Jo, përveç se me kamerë kështu s'po flasim tani. Po jo fizikisht, jo nga afër. Kjo është jeta e dashur, ne duhet ta pranojmë, na pëlqen, s'na pëlqen, ne duhet ta pranojmë jetën, kështu si TV duhet ta pranojmë. Si arrite që sërish ti të bëje fort, sërish të bëje ajo Majlinda shumë e fort, shumë burnore, pavarësisht se je shumë elegante, po shumë e fort, jo fizikisht vetëm, por edhe mentalisht, edhe emocionalisht, dhe i ndimesën që duhej, pra i qëndrove pranë bashkëshortit në humbjen e nënës së tij, dhe pastaj ju vijuat jetën përsëri në Itali, përsëri në të njëjtin qytet, apo u zhvendosë diku tjetër? Çfarë ndodhi konkretisht me ju pas kësaj tragjedisë tjetër? Pas kësaj tragjedie tjetër, ne të themi që në të njëjtën kohë kur ai ishte në Shqipëri, unë isha tek vllai im. Unë kam një familje që kam vllain, kam motrën, punatën, jemi shumë të lidhur mamin. Që i përshëndesim fort gjithë pa përjashtim. I përshëndes, jam shumë e lidhur me ta dhe më kanë mbështetur. Ashtu qofshi gjithmonë. Më kanë mbështetur apasapis, më ka lënë asnjëherë vetëm dhe deri në momentin pastaj bravo. U kthye në Itali ku morëm shtëpinë tonë, hapëm shtëpinë tonë, më në fund filluam punët. E gjetëm forcën sepse ne kishim fëmijën tonë, kështu që kishim Manuelit dhe ai me ato buzëqeshjet e tija, me ato hapat e tij të para, si çdo dashuri, me ato dashurinë e tij që të jep fëmia, na ndihmoi që dita ditës ne të ecim përpara. Dashuri pa kushte. Dashuri me vërtet, ajo është dashuri e pastër, dashuri pa kushte, dashuri që nuk do ketë shtëruar. S'ka të sosur. Nga ana ime jo njerë, ta ishtë fëmija im normale, nga ana ime jo. Patjetër, kuptohet. Më vonë pastaj u shtua një pjesëtar tjetër familjes tonë që erdhi dhe Vjeri, babai burrit tim. Erdhi dhe kishim dhe gjyshim me ne. Dhe deri nga atë moment ne jemi gjithë bashkë në familje. Pra, ti jeton me bashkëshortin, me babain e bashkëshortit, edhe me djalin, por
Jo? Por, të lutem. Në një ditë të bukur, pas sa viteve kemi diferencë nga djali tek patarushet? 5. Pra, në një ditë të bukur, pas 5 viteve, çfarë ndodhi? Ndodhi që një Kemi vizite... një bebe. Jo, Po kemi 2 bebe. Ja, jo. E u mendoja, inshallah është gotë, se idealin e kisha. Kur vajtëm te doktori, tha, keni familiaritet me binjak? Wow. Dhe kjo vjen nga informacione që kam unë, diku ju e keni të trashëguar tek nëna, tek gjyshja, diçka? Më ndihmo pak të lutem. Po, gjyshja ime ka qenë ajo që ka bërë binjak, unë kam një tezë dhe një dajo që jam binjak, por me të vërtet gjyshja ime ka bërë 9 fëmijë. Dhe askush nuk e ka trashëguar? Asnjëri, ne jemi 24 nipër dhe mbesa. Vetëm ti? E vetëm ju, unë e kisha harruar faktin e Më fal. Ndjes. Kjo është jeta. Tani e dashur Majlinda Qobo me sinqeritet ashtu siç ty të karakterizon me atë buzëqeshjen tënde që ta pasqyron edhe fytyra më së miri, të lutem na trego pak. A e ndan don dashurinë e djalit me dashurinë e gocave, të vajzave? A e dallon, pra kjo është një dashuri për djalin dhe kjo dashuri është e njëjtë, por është për vajzat. Të lutem, a thuaj të vërtetën. Nuk e dalloj dot për zotin. Unë njëherë dëgjoj sepse këtë gjë kam nga mamaja ime. Ajo e ka kështu djalin e ka pikë të dogmet. Unë nuk e di kur erdhen këto të dyja, nuk i ndaj dot. Të tre bashkë dhe mundohem që të tre bashkë i themi mos u zini, ata zihen se fëmijë normale, po ama mos u mungoj asnjë dashuria, duheni njëri tjetrin, shko puthe motrë, shko puthe vllajin. Vemi për të fjetur gjumë, një puthe vllajin, thuaj natën e mirë, puthe gjyshin, puthe motrë, vemi natën e mirë. Ti mundojmë që të vegjën mos të rriten me atë, mos t'i mungoj dashuria, dhe unë nuk i ndaj dot. Për mua janë ata të tre fëmijët e mi, nuk e di. Si thot edhe një fjalë urtë, kë gishtë të prezën nuk të dhëmë, por nuk e di. Janë tre njësoj. Është e vërtetë, e pa diskutim që tre njësoj, ti kesh me jetë me shëndet. Edhe do kemi të tjerë në listën e, apo do e kemi, jo me thash që mos të ndoshta. Doja të përgatitesha për intervistën tjetër, për atë po thoja. Falenderoj Zotin për këtë më bekoj me vërtet. Falenderoj Mëngjes Drejt Darkë Zotin, sepse je mirë e pikë mbaro. Mirë dashur. Të lutem nuk më the se kam dëshirë të di studimet. Çfarë u bë me studimet e tua universitare, sepse ty të mbeti shpirti tek ai universitet. Çfarë ndodhi, si e konkludove, si e përfundove? Atëherë, më mbeti shpirti tek ai universitet, por efektivisht në momenti kur morëm vesh edhe Vjera kishte atë smundje, kishte një smundje të keqe. Unë pastaj më vonë shtatzan, dhe kur isha shtatzan me djali nuk arrija dot të ndisha studimet. Mëse normale, se gjitha ato gjëra në kokë si do studioje, mëse normale? Isha do të kuptoje që ishte kohë e humbur dhe vajta në sekretarinë e universitetit dhe i thash aty që duhet të pezulloj për një periudhë kohe studimet e mia. Të pacaktuar, pra për një periudhë kohe, një afat kohor i pacaktuar. Po, më thanë mua, dakord, nuk ka problem, dhe i thash si funksionon, në momentin që do vendosësh, të vish, do prezantohesh këtu, do firmosësh dhe do paguash taksën e universitetit, universitare që ja, të ati viti që ti fillon, dhe vazhdo studimet e tua. Fatkeqësisht më mungoni vetëm, mua më ka munguar vetëm një provim e gjysmë dhe teza. O, sa gjuna, pastaj çfarë bëre? Kështu e bëra, prita, lindi djali, kaluam ato fatkeqësitë tona, sa e morëm vete, sa kryuam familjen tonë, kryuam dhe një ekonomi tonën, kryuam tamam se hapëm shtëpinë tonë, të gjitha. Kur u ktheva, kaloi një 3 vjeçar. Kur u ktheva se normale, kam lënë shumë vite tek ai universitet, kisha ëndrr, është ëndra ime ajo. Dhe kur u ktheva atje, ajo më tha mua ato s'ma kishin pezulluar. Dhe unë isha debitore tek universiteti për taksat e gjithë viteve që kishin kaluar.
Dhe taksat në Itali nuk është se janë pak, taksat universitare. Jo, janë disa zero bashk, kuptohet, nuk janë absolutisht asnjëherë pak. Po ti çfarë bëre? Në atë moment, sikur më ra Universitetin mbi kokë. një bombë, ra të gjitha, tha më auto pagua shtata, s'ke qa bëk, tha se... Ti çfarë bëre konkretisht? Konkretisht, me thënë drejtë, unë nuk kisha mundësi financiare që ti ndisha. Që ti e gjitha, po. Jo, nuk ka mundësi financiare që ti ndisha, dhe sot do t'i jap ty një lajm show, kur të shkoj mamaja ime këtë intervistë do gëzohet, sepse kam ekskluziv. Po, kam dërguar një email për të marrë gjitha provimet nga Universiteti Maceratës ku unë kam frekuentuar. Bravo. Unë në të njëjtën kohë ne jemi transferuar, tani jemi në Ventimiglia, në kufij me Francën, në regionin e Genova, dhe dua të informohem këtu në cilën deg të shikoj tani një deg që të më njohë sa më shumë provime dhe unë të arri pastaj të jap reston, sado që më mungonte vetëm një provime e gjysmë, po e di që kjo tani nuk është më e realizueshme, por do ta zhndëroj në diçka tjetër që do i konvertosh, që ti jemi pak më qartë, do i konvertosh provime, të gjitha provimet të dhëna, që mos tin më problem për ty që të përsëriten etj, do i konvertosh në një deg tjetër universitare ku të njihen provimet të dhëna dhe ti mund të japësh disa të tjera. Po. Okej, turoj suksese pa fund dhe uroj që gjithçka të ketë kryer aty, të hapet një kapitull tjetër, të shkruhet një kapitull tjetër, pse jo të shkruhet edhe një libër tjetër. Mire dashur Majline dhe Aqobo, fëmijën e parë e realizove, Zoti e bekoj familjen tuaj, me 2 fëmijë etj për së mbari, edhe universitetin tashme po e kryen. Mirë, aktualisht ti po merresh me diçka tjetër dhe ka rezultuar shumë e suksesshme. Si lindi ideja e marketingut digital? Pra, si u informove për çka vlen marketingu digital, një kohë që ti je një person shumë aktiv, ti je gjithandej, një person që nuk ndalesh asnjëherë. Si tek qysh ndodhi, na tregosh shkurtimisht? Po, unë këtu kur edha në Ventimiglia, punoja në një hotel në Monte Carlo. Puna në hotel gjithsesi ishte me turne. Dhe 3 fëmijët e mi e shikoja që vit pas viti e kishin të vështirë, sidomos ato turnin e natës, nata. Ishte mbas dite, po kthehesha në shtëpi në orën 11 pa inqerek dhe për ata ishin në gjumë kur u kthehesha. Unë me të vërtetë shikoja 1 orë në ditë. Dhe kështu ato gjithsesi filluan të mungonin gjithnjë më shumë apo jo? Mungonin shumë, ditë për ditë më thoshin një fjalë të re ku unë abitesha, ku e mësuan apo bënin diçka të re që jo, s'është e pamundur, s'mund ta humb. Po unë bë shumë gjëra të tyre dhe duhet të bëja diçka. Dhe atë ishte tamam vjeç që motra ime erdhi këtu te unë në pushime. Dhe ajo më foli për këtë lloj biznesi. Po unë si shumë skeptik, normale. Si e prite ti si person? Fillimisht e prita kisha një çik ato dyshimet e mia. Jam njeri që duhet të informohem, pastaj thash, unë jam njeri, tani ndoshta nuk duket, po jam njeri shumë i rezervuar. Internetin e kam... Nuk dukesh, po nuk dukesh fare, ama. Ti dukesh një labe aq e mirë dhe kaq. Edhe internetin e përdorin vetëm për pak fotografi, të vëna. Për disa gjëra të voskla. Vogla, gjërat tona familjare dhe kaq. Edhe kur e pash vërtet, e lash motrën time tani, unë jam labe dhe jam krenare që jam labe, zakonisht ne jemi të gjithë me zëmër. E keni atë vrimën këtu? Ju që jeni krenar, që jeni labe, keni atë vrimën këtu? Nuk e di të tjerë, po besoj se një qik e kam. Ja këtu! Ja se po gërsas tu, është mikrofoni, po trokas këtu. Kjo është për Majlindën. Por, si ajo labi që ishe, e tash motër si e shko, vazhdo ti si dojet si ti shopi. Vazhdo të marrë sa të keqen, po lëre vlonjatën Terezitime, po ikë. Pastaj kur e pash kishte sukses, kur e pash ishte një gjë reale, një gjë që ja vlente, atëherë tash kjo është ajo që një ime. Bravo, si po ecën në të përgjithshmen e dashur? Po ecën mirë, po ecën shumë mirë. Arri të jem me familjen time, arri të jem bas fëmijëve të mi,
normale, do përkushtim, do punë, nuk... Pa diskutim, çdo punë do përkushtim, po kjo e ka përkushtimin disi më flexible. Bravo. Kjo që më ka tërhequr më shumë fleksibiliteti, sepse unë kërkoja orare ndryshe, kërkoja orare t'i bëja unë, do me thënë. Mos i mi vinin të tjerë, po t'i vija unë oraret, edhe ashtu ndodhi. Kështu që po me përkushtim, t'jesh aty dhe me bindje, ja del me vërtet ja. Majlin dhe dashur, cilët janë projektet, planet e tua për të ardhmen? Ke diçka në plan, përveç universitetit që sapo e thej që do e konvertosh me një dek tjetër, përveç biznesit online, çfarë ke në plan për të ardhmen tënde? Planet e tjera për të ardhmen duhem bashkëpunëtor tim ka një ndër e tij, ai është shef tani në Monte Carlo, por edhe ai kërkon të punoj për vetë dhe plani tjetër është që të bëjmë diçka tonë. Bravo. Unë shpresoj që në intervistën e radhës ti të realizuar. Se jo. Mirë dashur, cili do t'ishte mesazhi sensibilizues për gjithë ato vajza, gra, femra që po na ndjekin në këto momente? Çfarë do i përcjellje nëpërmjet ekranit tonë, nëpërmjet emisionit Personazh Alp? Do i përcjellja në radhë të parë do të thoja që vetë fjala femër do të thotë që jemi të forta. Për ato çfarë ne arrim të bëjmë dhe që nga lindja një fëmije, deri ta sjellim atë në jetë të vazhdojmë ta ndjekim nga pas. Kështu që nuk na tremb asnjë gjë, nuk duhet të patur frikë. Është e vërtetë që duhet edhe të kemi dhe njerëzit afër ne që të na inkurajojnë, të na mbështesin, por edhe po gjetëm një ambient pak skeptik, duhet gjithmonë me kokën drejt, duhet të ecim përpara, sepse çdo gjë arrihet. Çdo gjë është e mundur dhe kur ti arrin një diçka tënde dhe ti kur arrin që ke një autonomi tënde, që nuk ja ke nevojën askujt, do të ndihesh e realizuar. Dhe femra ka nevojë dhe të ndihet e realizuar. Bravo dashur, të falenderoj shumë pafund. Në këto momente do ndalemi tek disa fotografi që kemi përzgjedhur nga një arkiv mega miliona fotosh. Kemi përzgjedhur disa foto dashur miq të Majlindës me familjen, me disa persona shumë të veçantë për të. Shpejt e dashur ta përshkruajmë foton e parë të shfaqur në ekran, tash përshkruajmë së bashku, do na tregosh kush janë, si janë, tek janë çish janë? Çfarë është kjo nusja këtu? Kush është kjo nusja këtu? Nusja këtu jam unë, po është ditë e fejesës time. Jam bërë si nuse, po është fejesa. Okej, të kërkoj ndjesë, mu duk Majlinda aty si nuse. Të kërkoj ndjesë. E fejesës, ajo, sepse dhe fejesën e bëm si dasëm. Kështu që... Të keqen, ashtu na tregot diçka nga traditat labe, të lutem. Ma tradita labe është si tradita e gjithë shqiptarëve. Vetëm në fejesën zakonisht bëhet ne bëm bashkë për motive kohe, sepse ishim të dy në dy shtete të ndryshme dhe vajtëm në gushtë. Po shumë e bukur. Po ky fustan i bardhë në habiti, për atë u konfuzova pak, u ngatrova çik fare. Jo, nuk ka gjë. Kjo është gjithë familja ime, është mamaja ime, vllai, jam unë, është buri i Malçi, motra ime, Elvana. Edhe ai bebi vogël aty, ai fëmijë i vogël. Ai mund të ka qenë dashuria ime e parë, nipi im, Kristian. Nipi, patjetër, ma mori mendja. Po, nipi im është djali i vllait, është dashuria e parë, gëzimi i parë që kemi pas në jetë. Patjetër, kuptohet ajo. Shpejt kalojmë tek fotoja tjetër. Çifti. Po, këtë është dasma jo në gusht të 2014-ës, jam unë e Alqi një nga ditët tona më të bukura. Patjetër, ashtu i paçi gjithmonë. Faleminderit. Kemi një foto tjetër? Po. Është një kish ortodokse aty? Kish ortodokse, sepse buri im është ortodoks, gjithë familja e tij ortodokse dhe vjera ime donte, edhe unë kisha dëshirë, që të martoheshim në kish. Jeni martuar në kish ortodokse. Pra ti je konvertuar, ti je kthyer nga muslimane në ortodokse, apo jo? Po, dhe kjo është një nga fotot, besoj se është vetëm një foto ku jemi të gjithë bashkë, ku është vjera ime, Vjeri, Kunata, motre burit, unë edhe gjithë familja ime. Është një nga fotot, besoj se është vetëm ja, se pastaj nuk kemi foto tjera. Se s'kemi, sepse familja pastaj ka filluar që të paksohet. Mbajmë shumë të shenjta këto foto. Kuptohet, më së natyrshme. Fotoja është i vetmi objekt që ndal kohën, apo jo?
Shqyqyr që ekziston për sot. Shqyqyr, ashtu. Mirë, dashur, kalojmë tek diçka tjetër. Përsëri në një tjetër moment të përzgjedhur. Si dashurit e mia, Luna dhe Stella. Luna dhe Stella. Një akademia emrat e tyre ja vuan pikërisht mbesat e mia. Më thanë që hala ta emra do t'i vëmë ne. Unë i thash dakord. Të shikoj dhe kur më thanë Luna e Stella, që në momentin që më thanë thash, okay, këto janë. E ndjeva diçka brenda mia që këto janë. Mamaja e ndjen gjithmonë, është me patjetër kuptohet që aty është. Ajo është emri edhe pikë mbaro. Po. Sa bukur, gjithmonë deti, gjithmonë bukuria, qiltërësia tyre, pafajësia tyre. Po. Shpejt tek foto e radhës, se kemi shumë foto të përzgjedhura. Dashuria pare nënës. Manueli, është ai që më tha mua nën për herë të parë. Po, ai tha ty nën për herë të parë, pa diskutim. Ta kesh me jetë me shëndet, ti keni me jetë dhe me shëndet e me sukses, me fat e me lumturi. Foto e radhës shfaqet në këto momente. Ja, familja ime. Ndërsa nënën, pra, Majlinda është duke bërë foton. Po, unë jam duke bërë foton, këtu ka qenë vjetë për ditëlindjen bën 4 vjetorin binjakët, edhe i bëra unë një foto se më pëlqeni shumë, të 4 bashkë kështu. Shumë e bukur. Dhe jam përroj. Shumë e bukur. Këtu është nëna me binjakët, që ja ku kemi Majlindën këtu shpejt e shpejt. Edhe sa foto kemi përzgjedhur, zoti madh e di. Po, këto është super babaj jon. Super babaj. Po, ai që mbajti edhe me super 3 fëmijët. Po. Kurse super mamaja po bën foto. Unë bëj foto, po. Unë bëj foto. Sa të keqen. Kalon tek momenti tjetër i përzgjedhur, o sa bukur kjo. Këtu kemi qenë në udhtimin ton të parë në Sandorini mbas fejesës. Pasi bën fejesën e ikëm një udhtim të shkurtër një javë në Sandorini. Shumë kujtimi bukur, i lezetshëm shumë. Kemi qenë të rinj atëherë. Shumë vite parë. Këtu është të rinj, ti e re tani, ç'a thua? Atëherë s'keni qenë fëmijë. Këtu është në Greqi apo jo? Në Greqi, në Sandorini, po. Në Santorini, në Greqi, po. Kalojmë të diçka tjetër përzgjedhur. Sa e bukur, sa moment i bukur. Ditë e fejesës, po, ditë e fejesës. Edhe kjo ka 14 vjet kjo foto. Edhe ka qenë një emocion me të vërtetë, edhe ajo ditë ka qenë me të vërtetë një emocion i madh. Shumë e bukur. Momente që s'harrohen kurrë. Jo. Asnjëherë. Çka kemi përzgjedhur tani? Martesa. Kurorëzimi. Shëmblor. Po. Dhe do të thoja që atë kurorat ishin bërë nga duart e vjerit tim, sepse vjeri im ka punuar vite ornitor, dhe është ai që i punoi vetë kurorat tona që ne u kurorzuam në martesë. Sa kujtimi bukur. Po. Besoj që i ruani patjetër apo jo? Po si kemi. Bravo, fantastike. Shumë bukur. Ja dhe unë këtu. E dashur Majlind, të dashur teleshikues, besoj se jeni kënaqur ju me ne dhe ne me ju. Majlinda na ka emocionuar, megjithëse e kapem emocionin pa përfunduar në të qara, e kontrolluam situatën tamam në momentin e duhur. Unë të falenderoj për gjithçka të bukur që ke thënë, për çdo emocion që ke ndarë me ne, me gjithë teleshikuesin e nderuar. Je shumë e mirë, uroj që ti jesh mirë gjithmonë, kështu gjithmonë, mos ndro, të lutem. Suksese pa fund dhe mirë takofshim, nuk e dihet. Në Shkodër, në Tiranë, në Itali, në Vlorë. Londër, të vitë të takoj. Edhe në Londër, se harrova, e thash Londër, se thash, po e thash. Kështu që do takohemi diku patjetër. Do takohemi me gjithë shef, me gjithë kënaqësi. Më bë faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për këtë intervistë. Më rikujtove, më emocionove, më kujtove pjesë nga jeta ime të dhimbshme, po që i mbaj brenda me shumë. Janë pjesët tona, ku ti çojmë Majlind? Këto janë kujtimet tona, i kemi kaluar edhe i themi patjetër me dhimbje, por i themi me krenari. Na emocionojnë çdo herë që i kujtojmë, por ne i kujtojmë edhe do i kujtojmë ashtu gjithmonë. Të falenderoj të puth fort. Faleminderit shumë, mirupafshim të gjithëve. Natën e mirë. Natën e mirë gjithë mirat e kalofsh bukur, dashur miq, e kemi përfunduar këtë puntatë natës së sotme, ne do të jemi sërish të bashku të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirë takofshim.